Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në fleshin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht në informacionet e fundit. 2 persona ndruan jetë pas një aksidenti që ndodhi në autostradën Milot Mori në rreth mesnatës së shkuar. Mësohet se një automjet tip Benz doli nga rruga dhe nga përplasja e fortë ndruan jetë shoferi makinës me inicialet AK 50 vjeç, banues në Tiranë dhe pasagjeri që udhëtonte me të një 35 vjeçar me inicialet FG, banues në Kukës. Autoritetet po hetojnë shkakun se pse automjeti doli nga rruga. GKK ka urdhëruar SPAK që të vazhdojë hetimet për ish-ministren e mbrojtjes dhe bashkëshortin e saj, ish-deputetin socialist Artan Gaçi, për çështjen e tjetërsimit pronave në Himar. Më parë, SPAK kishte dërguar për gjykim ish-kryetarin e bashkisë së Himarës, Jorgo Goro, i cili u dënua me 2 vite burg në shkallën e parë të GKK-s. Po ashtu, për të njëjtën çështje u dënuan edhe disa ish-zyrtar të tjerë të bashkisë Himarës. SPAK në hetimin e bërë kishte pushuar çështjen për Gjaçkën dhe Gaçin, ndërkohë që personi që bëri kallëzimin Fredi Beleri u drejtua GKK-s duke kërkuar që të merren në përgjegjësi penale ish-ministrja dhe bashkëshorti i saj. Kërkesa në fjalë u pranua nga GKK, e cila me anë të një vendimi urdhëroi SPAK të vazhdojë hetimet. Ambasada britanike ka organizuar një sesion informues me kreun e SPAK, prokurorisë përgjithshme dhe KQZ-s për parandalimin dhe hetimin e krimeve zgjedhore. Ky takim theksoi angazhimin e këtyre institucioneve kyçe për të siguruar një proces zgjedhor të pastër dhe të sigurt për zgjedhjet e 11 maj 2025. Përmes një mesazhi, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama u ka tërhequr vëmendjen kandidatëve për deputet të listave të hapura që të mos kërkojnë vota për te zonave që u ka caktuar drejtuesi politik i qarqeve. Rama u kujton kandidatëve të listave të sigurta që të mos bëjnë fushat për ata që janë në listë hapur, pasi vota duhet kërkuar vetëm për numrin 5. Kryedemokrati Sali Berisha premton kompensim për bizneset që eksportojnë dhe që janë dëmtuar nga rënja e euros. Teksa zhvilloi një takim me një biznes fason në Durrës, shefi Selis Blu premtoi ulje të çmimit të energjisë, uljen e çmimit të naftës dhe falje të gjobave. Ndërsa në mbledhjen me drejtuesit politik të qarqeve dhe kryetarëve të degëve, Berisha njoftoi se Partia Demokratike do të çelë fushatën për zgjedhjet e përgjithshme më 11 prill në orën 19. Në 2 fast food-e, 3 markete dhe në një restorant në Vlorë janë sekuestruar 500 kg mish pule të dyshuara me salmonel. Mishi infektuar është tregtuar edhe në fast food-e pranë shkollave në Vlorë. Pas një sër skandalesh me ushqimin e kontaminuar, qeveria po mendon për shkrirjen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Ndërkohë, kjo motivohet nga ndryshimet në projekt ligjin për inspektimet në Republikën e Shqipërisë, ku parashikohet bashkimi i institucioneve që merren me inspektimin e ushqimit dhe veterinaria. Universiteti Luarasi është zgjedhja kryesore e studentëve. Kjo u provua edhe një herë, duke parë interesin e jashtëzakonshëm në të gjitha ditët e panajirit Work and Study. Stenda e Universitetit Luarasi udhtoi në të gjitha qytetet e Shqipërisë, duke sjellë ofertën më të mirë dhe garancinë e duhur për studentët e rinj që nisin këtë vit ciklin e studimeve. Këshilli i ri drejtuesi i Radio Televizionit Shqiptar ka rihapur garën për drejtor të përgjithshëm të televizionit publik dhe ka hedhur poshtë procedurën e nisur nga Këshilli i vjetër që u shkarkua nga kuvendi për shkelje në këtë proces. Të gjithë të interesuarit do të kenë afat deri në datën 15 prill për të paraqitur dokumentacionin e nevojshëm. Pas protestës së fundit banorëve të Kaçinarit kundër ndërhyrjeve në infrastrukturë nga firma që po ndërton hidrocentralet, këta të fundit u pritën në takim nga kryebashkiaku i Mirditës Albert Mëlyshi. Kryebashkiaku u premtoi se do të tërheqë vendimin e Këshillit Bashkiak për ndërhyrjet në infrastrukturë, ndërsa për ndalimin e ndërtimit të heceve sqaroi se nuk ka tagër ligjor. Kryetari i listës Betejë Politike e Shqiptarëve në Serbi, deputeti shqiptar Shaip Kamberi, ka njoftuar presidentin Vučić se shqiptarët nuk do të marrin pjesë në konsultimet për krijimin e qeverisë së re, duke quajtur procesin të rrejshëm dhe pa përfitime për komunitetin shqiptar. Në letrën e tij, Kamberi thekson se kërkesat e shqiptarëve për përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të drejtat e tyre janë injoruar nga qeveritë e Serbisë për më shumë se një dekadë. Bashkimi Evropian ka një plan të fortë për t'ju kundërpërgjigjur ndaj tarifave të vendosura nga presidenti i SBA-s Donald Trump, megjithëse do të preferonte të negocionte një zgjidhje. Deklarata erdhi nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë një fjalimi në Parlamentin Evropian në Strasburg. Objektivi ynë është një zgjidhje e negociuar, por sigurisht, nëse është e nevojshme, ne do të mbrojmë interesat tona, theksoi von der Leyen.
Nuk ka të mbaruar zemrimi i Marine Le Pen, e dënuar dje nga gjykata e Parisit me 5 vite përjashtim nga kandidimi në zgjedhje, pasi gjykata e shpalli fajtore për përvetësim të fondeve të BE-s. Në një konferencë për shtyp në salinë e Kuvendit Kombëtar, ajo siguroi se partia nuk do të lejojë të nëpërkëmbet për të mbrojtur francezët që kanë të drejtë votojnë këtë duan. Ata na votën zgjedhjet politike. Ne nuk do të lejojmë që francezëve t'u vidhen zgjedhjet presidenciale, deklaroi Le Pen. Ne do të përdorim të gjitha mjetet që kemi në dispozicion për të lejuar francezët të zgjedhin liderët e tyre të ardhshëm, dhe ne do të fitojmë, sepse e vërteta dhe drejtësia duhet të fitojnë, shtoi ajo. Kina rrethoi Tajvanin të martën me anije dhe avion luftarak në një stërvitje masive ushtarake, si një paralajmërim i ashpër kundër separatizmit. Pekini e quajti presidentin e Tajvanit një parazit pas vendimit të Ishullit për të reaguar ndaj kësaj stërvitjeje, dhe pasi e quajti Pekinin një forcë armiqësore të huaj muajin e kaluar. Ky ishte fleshi informativ. Faleminderit për vëmendjen.